Senator, produttori për... Okej, ja për dhe shërin plëtsus, shikoni, së pare të asharojmë. Në asë një vend, në pashyre që keni morë nuk o thonë që s'ka në statut publikime fare, po shumë qarë dhe thonë, përfute me qitë nëndë të statutit, kurse pas vim të arri të rasjera, ku nëmrojnë me radhë, ekspozita, koncerte, shfaqe, gjitha që i kanë, aja nuk qëndrojnë, nëse më thuhet është ofendim se ku më thonë nuk kanë përpute me statutin, nuk ka problem, se ato unë s'muj me thonë ndryshe, dhe i thonë e shkru në si e tijë. Por, ata të fushës teorike, mujnë me publiku, këta të fushës praktike, jo, nuk e di për shtyrin 15 kandidatëve, asë një nuk po dhe që i fushës teorike, krejt e kanë praktike, asë një s'po publikoj ka. Praktikisht unë që di, që të janë ata teorike që kanë drejt me publiku. Por po të soj, shikoni, nëse në statut shkruun, po shkruun të në statut, tishtë i sarun atë, kjo që po thëni. Kërë kandidatët fushës të artëve, degët, teorike, do të kënë publiku në revista artistike, atër kështë mujtë me përjashtu. Nuk banë asë përjashtimi statuti. Çështja rregullore. Rregulloria është shumë e vjetër. E kohës ish rektorit Enver Hasani. Në ndërkohë shpoku një statut tjetër, që tash që kemi këtu, ka hinë në fuqi. Aja rregullore nuk e trajton fare këtë pikën 1.2, nuk e rregullon. E rregullon pikën 1.23, ku i trajton ato veprat për cilat figurojnë në rregullore. Edhe tash pretendimin ne do të shkojmë me rregullore. Kur na kem shembull plot kur nuk po mujsh me shku me një dokument që kemi miratuar që këtë senat, kur po bjen dash me statutin, si mund shkojmë në rregullore para 10 vjet miratuar nëse ajo bjen dash me statutin. Do të thotë, keni kujdes. Jemi shumë të hapur me shikuar çka të bëra rajoni. Edhe ne jemi në amandamentim statutit. Nëse konstatohet që rajoni ashtu si thoni ju, Zagrebi, Ljubljana kanë kritere të tilla, ne s'kem asë një arsye që ky kriter në betën në statut do të propozojmë të hekëm, por dhe se kemë si tim statut, neve na obligon të i përmbomi në ndërumë senator. Kjo është qështja, nuk ka kur gjok të personale. Përndeshëm. Urma kryetari i parlamentit. Për përket transparentës në shumë i knasësht të kemi media, kemi shëzhim të lirë dhe kjo është një proces shumë i mirë për të vedohë në shtetë Prishtina. Ndeshtë. Dashur produttori për udhëtime shkëndore. Ndeshtë, po. Çështja e zgjedhjes në fakultetin e tash më të pari shkoni punimi në revistë artistike nuk e bën dikon atësh, absolutisht, po është pika tjetër, pika 1, 2, 3 që kërkon që ata të jenë artista, edhe përshkakton që është tjetër artist. Çështja e zgjidhjes së këtij problemi na janë. Na pastaj me brendë që po vim hashtë për fakultetarëve e konsultum statutin edhe rregulloren edhe në Zagreb edhe në Ljubljana. Për shembull, Zagrebi dallonte punimin artistik nga vepra artistike. Ljubljana jo. Po keni kujdes formulimin e Universitetit të Ljubljanës. Duhen 5 vepra artistike nivelit kulminant ndërkombëtar. Kështu veçanërisht ishte formulimi. Apo thoni që është e arsyeshme të pohojmë se gjithë kemi vepra kulminante artistike ndërkombëtare rezultatave në tokë. Në ato të nderuar, janë për avancim. Do të thotë, ka qenë detyrë e artistëve, profesorëve artistë. Dhe është detyrë e senatit që në tavën nëse shohim që kështu si është me punime artistike ndërkombëtare, në revistë artistike, me publikime në revistë artistike, amandamentet statutin kuptin që ti përcaktoj çka janë vepra kulminante ndërkombëtare artistike. Për momentin po mendoj unë, edhe është mendimi po më duket i përgjithshëm, se nuk kemi tjetër veç veprojmë sikur që kemi vepruar me tjerët, që këta ti mos marrin mendim për avancim. Faleminderit. Senatorët është apo heqi do dekani. Unë e kam një bindje që nuk po veprojmë si me tjerë. Sepse, unë e di që kemi kaluar për një proces
si diska qeni dhe. Mirë po, pikërisht esenca e problemit që ne nuk po preke. Edhe, është pa mundur, për gjithë kandidatëve, asë njëmi mos me plotësue kritere ndërkombëtare, kur senatori përmendin njërën prej profesoreshave që është liderume, që është vesh edhe me fondit ndërkombëtare. Po ka edhe të tjerë. Kështu që, unë po kërkoj kur gjuma tjetër, se sa që është bo për fakultetet tjera. Si e kemë filologjikën Si që dekan, asë një, dhe ata kanë shkallë. profesorisht në refjale. Në Dekan, të kisha lutë senatorën të afropës në more fjallën. Pra ne kaluat të dekan, të kisha lutë të asabëm një farende. Është shumë e vërtet që fakultetin e artë dhe me inercian nuk e kemi punu i në dyshëm i në gjithë shka. Keni përvajsu Kosovë, na kemi do krenar me ju, mirë po me gjithate. Me gjithate. Ashtë ky statut, cilin ne s'kemi qare pa e respektu. Po jemi ju i se vetë se ju nuk është e vërtet, veç ju keni kalu gjithë, deri në këtë mbledhje. Që ku ke fakultetin e sporteve në dy konkursa s'kush, fakulteti filologjisë, ka dhe fakultetet tjera që nëse nuk i... Po, prandaj mos e merrni ato, jemi në fazë, jemi pajtu me ngritë cilësinë. E kuptoj se keni presion, ka më në ma shumë si tjetë, të gjithë, ju keni nga një fakultet që banë presion mu, një e unë i kam 13. Mirë po, jemi vendosë që sakrifikojmë gjithë e të avancojmë. Edhe mos të ndrojmë, nuk i plësojnë askush, po i garantoj prapë, senati ka marrë vendim, kemi shpallë konkursin, ata që kanë me punu, kanë mu avancu, ata që s'kanë me punu, këtu veç një kriter të shtu, kriteri cilësisë, edhe na duhet këtë kriter me respektu. Prandaj, unë e kisha, a në tjilë me ta? Okej, atër gjipis senatori, dekani edhe senatori tjetër. Urna senatori. Kjo jatëre. Dhe shumë shko t'i shalu. Pika 1, 2, 3. E njënit një shtafë tenë shumë më ndoj që e fëqaran dhe nuk ka asë gjallë të fundë statutare. Më ndoj që me pika 1, 2, 3 ne respektojme edhe statutin. Dhe ndëshkimi profesorë, mos avancimi, është më ndoj që jo tendencio. Jo, për nuk është ndëshkimi, shalu. Diçka duhet kjetë, me zotë direktor, nëse pika 1, 2, 3, po e citoj, më falin që dhe krijime, aponimet të njohura artistike ose të ketë pasur prezentime publike dhe të ketë kontribuar për rasti fakultetit të arteve në mënyrë të veçantë duhet të ketë kontribuar në zhvillimin e kulturës dhe artit. A ka ma kontribut më i madh se sa senator ato i ke. Në Zagreb edhe në metropolin në Berlin, ju lutem. Nuk është ajo si më thonë, nuk është nivelit lokal. Është nivelin të kombëtar. Dhe kjo nuk po meritoj ka mu avancu. Është shumë është fyse, është dëshkim. Nuk është lera në senatin. Dhe ka një kisha lut veç mos e ngatroni, se na kemi raste që ky senat nuk i ka avancu, kanë pas në 10 tekste universitare, që ndoshta i kanë me ka 10 punime shkencore, po se ka plotsu formalisht, edhe kemi kthy. Kemi pas raste me 27 punime, prej konferencave tjera. Këto që pëjtuni ju këto të parapame, gjithë të shkërim a poshtë, po nuk e plësoj që atë kursin i cili ka qenë esencial gjatë investimit. Dhe ka në patë të dhjërë. Okej. Furës në sot. Ajo e furës në sot. Në senatori në së trajniti. Përshëndetje të gjithë, nuk besoj se nuk ka dyshim që duhet të respektohet në vështirën për atysh specifika të fakultetit të artë. Përse fakulteti të artë është pak më ndryshme me ekspozita në artë. Mos ti gjenëm në atë mënyrë që jo qëllim këtu, dukume si njohër edhe specifika që ka fakulteti të artë. Prandaj është një se kjerë. Dikush tjetër? Po, dekan, po, orma. Dekani fakultet filozofik. Pastaj senatori... Sa me sinqer, nuk presë në një vlerësim ma profesional ke matematikanëve për ti kalua shkencat, ose disiplinat shkencore, se me qka du të vlerësohet puna artistike ose puna
filozofike, albanologike, e tjera përveç një formë që po vazhdon. Kjo drejtë me thonë është përket qarje, por në gjithat ju si fakultet faktin po i sjellin rastet e juja edhe për të marrë një vendim edhe pala ta bëjnë vendimin pozitiv ose negativ. Po që aty bëjmë rastet tjera si ta sjellim as për t'i refuzua, as për t'i kalua dhe shkelim me dy kom të dispozitat të rregulla, edhe ligjit edhe të konkursit. Dhe ky është problemi themelor, konsideroj sepse nuk po respektohen dhe për atë e ngrita çështjen. Është e vërtetë që është trajtuar në mënyrë të veçantë Akademia e Arteve dhe ne e kemi ngritur dhe unë kam ngritur këtë çështje disa herë, bile këtu ta jap një vërejtje për kolegjiale zëri dekan sikur ne kemi folë. Kemi thënë se mund të krahasohet historia shqiptare ose albanologjia me kultin e profesorëve të matematikës për të botuar rebostancën Skoput. Ju prapë keni thënë që jo të gjitha. Nuk është ashtu të gjithë një. Dhe këto janë defektet e akteve normative që zotërit na thirrën në letrat ministrave, ministrat s'bojnë asgjë për t'i sqaruar. Bile ministra e deputet ka si ndrojnë statutet me ja përshtat vete që kur nuk zgjedhet deputet, nuk zgjedhet rektor atje. Kjo ka qenë, kjo është fatkeqësia që na shkakton neve këto probleme sot. Dhe fatkeqësia që ndron që ne nuk ulemi të diskutu cilat janë metodat që dalim me letra. Kjo dhe si njoftohet stafi që sistemi po avancon do të kërkojmë edhe punime artistike, në revista artistike. Edhe askush që ka thonë dhe i tash, as juve që do të kërkohet punime në revista artistike, askush që ka thonë se s'ka është ekuivalent me doktoratur në Akademinë e Arteve, s'ka është ekuivalenta. Këto janë probleme, konsiderojnë në part menaxhmentit të universitetit, i cili nuk i ka sqaruar këtë çështje me juve. Po dhe na të rekomandim ose në një rregullore që do të del nga Senati të sqarohen këto punë. Megjithatë konsideroj që të paktën rastet të juja kanë ardhur në diskutim, do të jeni të privilegjuar për dallim të fakultetet tjera që sjellin. Faleminderit senatori, edhe kisha dyja që pas janë, kisha. Po. Unë e dinë se kanë thirrë gjithmonë jam përpjek që respektohen specifikat e fakulteteve tjera. Sidomos, për shkencat nacionale, histori kombëtare, gjithmonë kam qenë apo kriterë. Mos ta kthem rrapa dekan nuk është në renditje, kisha lut. Edhe me rekomandim. Kështu që në kam qenë shumë bashkëpunuar. Senatori i fakultetit juridik. Vërtet ne gjithë për shkak të përgjegjësisë që kemi gjithë në këtë senat, jemi shqetësuar që gjithë fakulteti e arteve nuk kanë anëtuar të tjerë. Në qoftë se teknikisht do ta tekstojmë qartësisht, në qoftë se teknikisht nuk plotësohen kushtet, do t'ju jap një serim që të bindën edhe kandidatët e tjerë. Por kur ka dilema rreth për shembull këtë rregullor në dëgjojmë brenda, ku kanë shkruar fakulteti e arteve, të rregullore e veçantë speciale që është për fakultetin e arteve, nuk e kemi dispozicion që me pasni është fuqizu, është kundërshtim me statutin e tjera. Dhe kisha konsideruar që në raste të tilla kur kemi dilema të dispozitat statutare për shembull, që mos ketë çështje situatë jo zakonshme. Mos të avancohet një, dy, diçka tjetër, po gjithë në fakultet, komisionin apo këshilli si quhet për statutin që është themeluar, do raste do të ishte mirë që ne të marrim një mendim. Kjo rregullore, mos ta interpretojmë shpejt, po të shohim nëse është kundërshtim me statutin ose jo. A ka diçka të përcaktuar speciale që dedikohet në fakultetarë. Për shembull, tek pika 1.2.3. Që është dispozicion speciale, se po përmendet në fakultetin e arteve specifikisht. Në qoftë se vim konstatim që s'ka asnjë mundësi statutare dhe ajo rregullore, atëherë refuzohen. Po është ka shumë rëndësi, sepse ne shohim emrat aty që përtej asaj onës profesionale që jemi edhe kompetent është me diskutu, po janë emra që në parë në universitet e njohur. E tjera prandaj minimalisht duhet një rishqyrtim dhe kisha propozuar me bë, ose të komisionit statutar në jep një interpretim piket 1.2.3, edhe atë rregullore që ta kemi në dispozicion, se çka përcakton, ta mund të as nuk themi që duhet 12 apo sa janë gjithë të avancohen, po
nëse ka një bazë që kemi dilema atëherë kisha propozuar Dekani financit fundit do të marrim vendim. Isha lutur. Dita shkurtë unë do të thuaj interpretim kështu me gjatë nuk do të shikoj se matematikan. Është deri 175 të gjitha ato vertikale që janë matematikisht është konjunksion dhe njën që se shpërsohet të zero rezultate, unë do t'i vendemi një gjë. Një njëshi, një dyshi për të gjithë universitetin, një dy njëshi për të gjithë universitetin, një dy dyshi për të gjithë universitetin përveç fakultetit të arteve, një dy treshër vetëm për fakultetin e arteve për të atë një tjetër e, tjera të vazhdojnë për gjithë. Qashtu e kuptojnë? Ju kisha lutë në gjeni, para se ta hedhin votim veç një gjo, jemi të ditën se na mungojnë regulore, kritere, kemi punu shumë, po kemi edhe shumë me punu. Prandaj këtu atë kush nuk humbë shtirë për një kohë, ata që kanë me punu dhe të avancon, prandaj kush atë që këto rasit të kthejnë në fakultet. A ka kundër? 3, 4, 5, 6. A ka abstenim? 2, 4, 5 abstenim. Që sa të Sa të Qysh? Sa kënë për? E sa jemi gjithësaj? 95-14. Numroj sa jemi kod. Numroj senator veç. Nisë pekate, do më shkaj. Mirë. Kalojnë pika 2. Fakulteti i kemi shumita, kemi fakultetin e edukimit, nga kanë dy raste në fakultetin e edukimit që janë fusha e arteve edhe këta i kemi pasion me trajtu kur t'i trajtojmë artë. Prandaj janë orë në radhë, është fjolla për kandidat Haki Gjoksi edhe Ile Muharremi. Tash të këta kandidat, ne kemi konstatu që Haki Gjoksi ka 2 punima në revista regionale, Marzi edhe Shqipëri, kurse ky tjetri Ile Muharremi ka 16 punime në një revistë vetëm, është në bursë në revistë. Është, do të thonë, revistë regionale, revistë artistike. Kemi bisedu në komision studime, këtë që kemi debatu, nuk janë të pajtimit që tash të artët mos me mos parasysh që është rajon, ata konsiderojnë që duhet edhe për ta ngjashëm sikur që s'ka vlerë për fusha tjera rajone dhe për ta mos vlerë të kvalifikohen. Për ndryshe nëse mjet rajoni, ky fariliri do të mund të konsiderojë që ka punim. Po jo, nuk po tham, tash ka folë në komision. Kur Të shërën dikush fjallën? I diri. Qofse ja të kushat që të kthehen në fakultet të raste. A ka kundër? Një kundër. Abstenim? Atë u krytën se përket lëndëve që për herë parë kanë ardhur në shërtim në senat. Rektor nëse mund kishim kalu se lëndët që janë kthyer nga fakultetet. Kemi nga fakulteti filozofik 3 raste që janë trajtuar në senatin e kaluar, Arben Erlloj, Ibrahim Berisha, Zenon Halidi, to nuk kanë ndryshuar qëndrimet e fakultetit, pra këta mbetën pra ndërtimet veta, kurse për 2 raste tjera asnjë i lodhë dhe Milja Brestov që fakulteti ka kërku rishpollet të konkursit. Mira të hapi debatin. Mira tërkush është për votimin që kemë pas në senat. A ka kundër abstenim? Vazhdojmë atë, po, vetëm për qëndrimin të senatit. Se fakulteti tjetër me radhë e kanë të shëmënën këtu, është rasti për një kandidat, Valbon Bytyqi, kë
o këtyn fakultet për arsye se kemi konsideruar se të çon kriterin fakulteti ka të çon njëjtën qendrim këshilli për vazhdon të kyçin. Kondrëshim qendrim. Okej. Hapi debatin. Kush është që vendimi i Senatit të aprovohet? Falë, me përfizu se do vendimi. Vendimi i Senatit të rizgjedhët. Pikërisht përfizu, rizgjedhët. Okej, mirë. Rizgjedhët në tirin që ka pasur. Jo për çesh asistent. Refuzohet. Okej. A ka kundër abstenim? Një kundër. Mirë. Fakulteti Filologjik. I kemi kandidatët Bekim Beta, Lindita Tahiri, Lera Karjakziu, Bode Bajrami, Sahadete Limoni Beqa, këta që janë marrëdhënie të rregull. Propozimet i kanë pasur për profesor Tregull, respektivisht Sahadetja për profesor të asociuar. Senati i kaluar i ka rikthy në fakultet me qenë të konstitucionit plotësisht. Se uta vlerësori, po kjo është e jashtme, do të thonë sikur për ofin e përshëndetjes. Do të kanë kemi diskutuar një për këtë punë dhe këshillit, dhe më është qëndrim i lojë këshillit që qekoj që një dhe shkresën që si përkrahim recenzionet në qoftë që janë në përputhje me statutin dhe me konkursin publik. Gjithashtu në këshill janë shtruar edhe pyetje të tjera lidhur me rastet që kanë bërë standing ose të diskutueshme, çfarë do ndodh me to. Në përgjithësi, specifikat që u përmendën te artet janë shumë evidente edhe te filologiku dhe do të thonin që në rastet që kanë bërë të diskutueshme ose të pazgjidhura që gjendet zgjidhje sa më parë. Rasti tjetër është, për shembull, kemi një profesoresë aty shumë serioze, e cila ka shumë punime, por faktikisht nuk i ka ndoshta sipas nuk i ka në për revista, po ka shumë në për konferenca me peer review. Jo konferenca, po në tekste me ICBN. Në vend që me i ka me ICBN, i ka me ICBN, po i ka diku 50 punime. Është shumë serioze në punë, është shumë konsiderohet një nga më punëtore që kemi në fakultet. Në të raste, me të vërtet po janë shumë keq, nuk po di njeri edhe çfarë përgjigje me ju kthy kolegëve, çysh po vjen puna deri aty. Ka pas një komision ndërkombëtar, ata më kanë shtruar pas e komisionit ndërkombëtar. Ka thënë neve na keni treg pak edhe stezë, si është e mundur na ka rekomandoj një kandidat janë ndërkombëtar nga shtetet tjera, njëri nga Italia, tjetri nga Shqipëria është akademik, e ju mos të traktoni. Dhe një të raste me cilat po do të qenë mirë dhe shtash si rishqyrtoj mu për vete e përkraj dhe vështeti vendimin e këshillit. Në kam bërë një kërkesë, kisha lutë, jam i dhe disëm se keni presion, po mos na ktheni me diskutu prapë. Në kur të votoni deklaroni se na kemi marrë qëndrim, nuk ndrojnë qëndrimit, këtë se na ka marrë qëndrim, kemi votu, prandaj unë të hedhë i propozimin kush është i Bekim Beta të rizgjedhët në profesor të asociuar. Bekim Beta, Lindita Tahiri, Bekim Beta, Lindita Tahiri, Lirak Karjakziu edhe Bade Bajrami rizgjedhën rizgjedhën në profesor të asociuar, ndërsa Saadete Limani rizgjedhët në profesor asistent, ndërsa Teuta Blakqori që nuk i përser kushtet refuzohet. A ka kundër? 2 abstenim? 3 abstenim. Fakulteti Ekonomik, i kemi 2 raste, Saadete Flana dhe Fatos Ukaj, kanë aplikuar kjo Saadete të profesor të asociuar, Fatos profesor të rregull, ne kemi profesor që i kanë numrin e punimeve, fakulteti këshilli ka fryt njëta propozimi që ka pas, pra kemi një të kësaj. Ka diçka me shtu dhe kanë? Na kemë pasur bjerë me fakultetin ekonomik, edhe komisioni recenzues, edhe këshilli i fakultetit, do thotë qëndrojnë prapa vendime paraprake që kanë qenë, prandaj propozimet janë, edhe unë si dekani një njësisë akademike qëndrojnë prapa vendimit të këshillit fakultetit ekonomik. Faleminderit. A ka mundësi? Lirës dekani... Besoj që jam konflikt interesi, se që jam në... Jo këtu s'tjerë, jo nuk ju. Nuk është një mund me pas një landë më pak në gjykatë. Të rasti i profesorit Fatos Ukaj, duhet me ndru qasjen, me pas qasje pozitive, e kuptojmë që ka problem. Këshim shku një herë žurnalin,
me vlerësu a është cilësor ajo. Ai ka 2 punime ka të pranuar për shoqërinë civile dhe për juve. Edhe 3 punime i ka në zhurnalin JEMT. Jemi të zhurnali JEMT, i cili është indeksu në Skopos, më seshën e se edhe unë për tjetër për moj përmbana, po a i gjallë e ka hallim. JEMT është indeksu në Skopos në vitin 2013. Edhe sot është indeksu. A është zhurnal cilësor, a nuk është për menagmentin. Për ligjen, për shojnë atë. Nëse e ka ajnë Skopos, në kuën Ja, të ne, zhurnalin nëse është Skopos. A është zhurnalin cilësor, a nuk është. Nëse është Skopos, është. Po do të konë në kuën ku ka votu kandidati. Ja, në maskara ke qyte, unë të apë Dhe ka të staru. Ka shumë rrita që nikoj. Po pra, Mirë është në regull. Në regull jemi dhe që do të se po bunë. I kësa në të lërë të kërë. Dhe kanë pyetët, mos të shkryje vendimin. U pajtum zilë që du që zhurnali JEMT nuk është fake, nuk është falë. është Skopos edhe sot. Kandidatit është punimet që i ka publiku në vitin 2010-2011. Ajo në Skopos, s'po e më hes, nuk janë. Po mirë brëzët një, po lypnin dhe da bazat 136. I dim kushtet dhe kanë sërat. Nëse unë ka të dërpozat tjera edhe është në listë të Lypnin punimet ajo në da bazat 136. Mos më sirnin listë belit me shkatru njerët. Ma të lypni përfundimin që ku beli, e listë atina, se jo e përsa. Dhe kanë më të këtheni mra pa morën vesh, kemi debatu për atë listë. Po i ka njëri punime, dhe thonë që nuk i ka të indeksuar. Senatori, Veritan. Ka se praktike në vjetën e kaluar në diskutuar në fakultetet. Ka këshilli fakultetet njëtë edhe komisioni recenzues për të konkursin të dotër, se pasëm në maj 2018, aty për George Topnet, në konkurs precizohet se zgjedhja personelit akademisë në bazë pajtetit të stodikat në funksion të fuqi të Universitetit të Këshillit ka famështinë. Ata të shkojmë në stodikat të statusit, menjen në fakultet, paragrafi 121, e që 5 punime kryesore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare. Kurse nuk se këto lista dyshim të atë listë vjen në publikacion. Nëse kthehemi nga ajo, vjen të ndërtimet dhe stodimet e profesorëve nuk janë në një revistë shkencore kualitative. Që ajo revistë është ndërtuar në 2013 në Skopos. Ndër dikush tjetër atë hedhi propozimin se kush është që sa dete plana të rizgjedhës në tjilë profesor asistent dhe sa fatë të sukaj në profesor të asociuar. Kundër, abstenim? Kundër. Abstenim. Okej, numërën dikush unë duke pak janë që s'ka nevojë. Okej, vazhdojmë të tjetë. Në fakultet tjetër është fakultet në traditë dhe arkitekturës. Këtu tash, veç pak të shumë i lutëm, i kemi 2 kandidatë Hajdar Sadiku në Hasani, kanë ardhë fillimisht propozimin nga fakulteti që njëtit me u avancu, Hajdarin në si në profesorit asociuar edhe në Hasani si në profesorit rregull, një po fatë vlerësimi që është bërë në komision, se së një këtë senat, fakulteti këtu kanë reflektu këshilli fakultetit dhe kanë thonë okej, tërë korrigjumi, ta tash propozojnë që të njëjtit të rizvjedhe njësires që i kanë ekzistuar, pra Hajdari profesor asistent, me Hasani profesor i asociuar. Faleminderit fakultetin ndërtimtarisë dhe arkitekturës në? Pas vendimit të nëmë që të rishqoj këshilli fakultetit dhe një herë të tyre, ose që me një ratë të të për rasin tjetër shumë një herë të të Me unë të kërku prej kryetarëve të komisionit revizion kemi dokumente shtetit nuk kemi. Prej kandidatëve kemi diçka në decizion që kemi e që sot që ju mendoni që duhet tjetë, për të një kanë tonë s'kemi. Ne kemi diskutuar në këshilli fakultetit dhe kemi përfundim që me gjitha. Duhet me pas përgjithësia dhe këshilli fakultetit. Bile, para këshilli fakultetit i është edhe recenzuesit me marrë një përgjithësi, më të mendu krejt, të qojmë atjenash me tinorin natë mesin mjetë krejt, sepse në një moment me tur ta themi realitetin çfarë. Dhe këshilli i fakultetit në Zgjarit dhe arkitekturës unanimisht ka vendosur që Hajdar Sadiku të rizgjedhë në tine profesor asistent.
dhe na i mandarin të rizjedhë dhe thirrjen profesori asociuar. Kjo është për ta dy kandidatë tjetër ka qenë që do të keni, tashmë po flas nëse më fjalë ma do të ketë. Është sa të bashim që ka qenë për profesor asistent, i cili ka plotësuar kushtet për sipas konkursit, si ka plotësuar kushtet, ne kemi drejtuar ai ka ofruar një dokument shtesë për një punim të caktuar, që me pretendon që është një punim i shtuar. Ne kemi mendim që vetëm se i trajtohet ai punim është në kuadër të kushteve që kërkohet, si ka statutit apo jo. Në kuadër të atij vendimi kemi edhe pikën B, në qoftë se sipas i plotësojnë kriteret sipas standardeve që kemi krijuar të veprohet sipas statutit dhe ligjit të shkollimit. Faleminderit shumë. Matrona hedhi propozimin kush është që Hajdar Sadiku të rizgjedhë profesor asistent, ndërsa Naim Hasani profesor i asociuar. A ka kundër? Abstenim 1-0. Fakulteti tjetër, Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterit, apo përgjigjen apo tonë? Po. Shiko, këtë që pas e sa dashje. I keni punë çdo dokumente dhe kanë ne kemi kthyer punim që kandidati ka thonë eventualisht mund më kvalifiku. Ai është në listë të dëshim edhe nuk është në databazën numër e që ka pretenduar kandidati, prandaj nuk mund të kvalifiku mbetet si plotësim. Fakulteti Inxhinierisë Elektrike Kompjuterike, këtu janë disa profesor, me radhë Salem Lepoja, Gazmen Pula, Adnan Maxhuni, Arban Lekaj, Besmet Sedio, të gjithë këto raste, fakulteti ka qëndru mrapa propozimeve fillestare të veta, kurse se Shqipe luaj herën e kaluar me kërkuar me kalu në listën me dyshime dileme pritet, të tjerat janë po qëndrimi fakultetit është i njëjtë. Fakulteti edhe të Salem Lepoja ka kërku me udhëzim proces rregull, po na këtu kemi konstatu dy arsye se nuk mujmë me propozu për proces rregull, një që si plotëson punimet edhe problemi formal, që ai nuk është marrëdhënie rregull punës, e ka shkruar marrëdhënie rregull, aplikohet kriteri moshës. Urdo dekani i Fjekut. Pavarësisht asaj që diskutuam më herët që shpesh shërbimi në këshillit të fakultetit që ndonë të cilat nuk janë trajtuar deri tash, është një çështje e cila konsiderohet si padrejtësi e kandidatëve. Dhe unë kisha kërkuar që eventualisht të qohen modalitetet ligjore që edhe këta futen procedurës trajtimi. Duke që nuk është shterë në për gjitha aspekte, nuk e dinë se ka kufizimin të shtrikte ligjore që tjetë gjashtë më ligjore, dhe ne të analizohet se të në konsiderohet që bëhet jo unë, por këshilli mendon që është bo padrejtësi e konsideruar nga këtyre kandidatëve dhe ata duhet të trajtohen prapë në kuadër të procedurës. Kjo është e takon çështjes që unë më nuk arritëm me fjalë. Sa i përket këtyre kandidatëve të tjerë që i kemi në procedurë, është e vërtetë që këshilli ka qëndruar më afër këtyre kandidatëve me raportet dhe që i ka marrë komisionet veta, por nuk janë të gjithë kategorisë një, domethënë ka dallime në këtyre. Sa i përket Adnan Maxhunit, kandidati Adnan Maxhunit që është për kategorinë e profesorëve, se nuk e kam elaboruar gjatë në ide ka më që është interesatik për fakultetin. Një lloj kemi profesorin Adnan Pula që është në programin e energetikës, është i vetmi profesor praktikisht këtë program që mbetet në ligjin publik. Dhe ka qenë interes jashtëzakonshëm në institucione që i përkrahta njerëz dhe normalisht këshilli për këto arsye ka qenë në afatësi. Megjithatë, rasti i kandidatit Salem Lepoja duhet veçohet pak në kuptimin e aspektit të mbajtur, sepse e keni marrë edhe senatorët e kanë marrë reagim të profesorit. Kandidati është specifik sepse i thuhet se nuk e përson një kriter formal që nuk kupton çështjen e moshës së veçare, ndërkohë që unë po i them senatorëve që profesor Salem ka qenë profesor i jashtë. Nuk kam bërë probleme para si 2-3 ose madje probleme vetë. Duket që ka një kolegjion në interpretimin e çështjes ligjore në kuptimin e asaj se e person ose se person moshën, sepse njeri ka pa më shumë se 20 vite përvojë pune në marrëdhënie të pune, ka vazhduar studimet e doktoratës në vitin 2000 në Vjenë, ka kryer shkollimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk po diskutojmë për aspektin e performancës akademike, sepse realisht po të jeni prej shtyllave të programit të telekomunikacionit që ka qenë për një periudhë shumë gjatë, ka qenë për dekani fakultetit, ka qenë shef departamenti. Unë e kam pak pa qartë mundësinë, çu është e mundur që ai konsiderohet se po i mësohet për reforma unë dhe konsiderohet se po merr pjesë për reformë. Ka aktualisht ndon tijen e profesorit asociuar, sepse ka pas thirrje, jo pa konkursi, ka marrë tijen e profesorit asociuar, marrë tijen e profesorit asociuar,
tash jepet mundësia për tirin e profesorit të rregull. Besoj që krejt shëndetësonjet edhe të karrierës profesionale dhe akademike edhe të tjera që kanë edhe senatorët në emailin që ka dërguar profesori, për kam dërguar edhe në shkresën tim. Kjo është ai takon profesorit taj, ndërkohë që për profesorisht në Shqipe, konsiderata tonë për shkak të dilema është që kalon. Kemi marrë vendim për këtë rast në senatën e kaluar. Kalohet në kategorinë e pritit. Po. E tillë ka qenë edhe kërkesa e këtij. Mirë, në sekretarit më jep shpjegime lidhur me rastin e profesor Salim Lipaj. Unë kam dëgjuar letrën e profesorit, që ka kërkuar ta kemi po të pas arsye me pranu, sepse janë një kandidat për të në kritikë të cilin e të. Po, në kaja që ka staru vetë profesorit, kaja që ka staru shumë një profesorit, dhe kanë, unë të bazona në letën të cilin vetë ka shumë. Dhe kanë pritë të profesori thotë që ka jetu 6 vend, nga vitin 1998 dhe në vitin 2016. Do thotë është fakt që dhe ka konfirmuar. Dhe vlerën të cilën ja ka dhënë ky senat nuk e ka respektuar. Domethënë një anë shumë e ka shkuar marrëdhënien e punës sepse s'u ka përmbajtur kontratën për të cilën një senat ja ka dhënë dëtimin dhe ja ka dhënë mandatin. Profesori thotë ka mbajt blok mësimin, blok bukletë, përveç nëse ka autorizim të këshillit drejtues, cilën se ka pas profesori. E po shumë qartë. Po ta lexoj në 11 të ligjit punë, sa konsiderohet vazhdimësi e punësimit. Ndërpika tjera punën, vazhdimësi e punësimit, nga i punësuari nuk konsiderohet si ndërprerje, vazhdimi i punësimit nga i punësuar nuk konsiderohet si ndërprerje nga intervali kohor prej përfundimit të punësimit deri në rifillim të sërishëm të punësimit që nuk ka lënë intervalin kohor nga shumë të 25 Ky ka një kohë mjaft gjatë, cilën ka shkelat vendime dhe që ka përmbajt, nuk ka arsye rregull në proces mësimor për cilën e ka gjithë senati. Prandaj, ky trajtohet si për rastet të 81 asistentëve të cilët janë larguar nga mjekësia dhe të cilët janë një numër konsideruar shumë ekspert dhe kanë doktoru, po për shkak se kanë kaluar për 1 muaj, 2 muaj, në moshën nuk kanë mund të rikthehen në proces, pa i nëshuar procedurat konkursit dhe rregulla, të cilat konkursi aktualisht dekani timit pastaj dekani ekonomikut. Tikut. Sipas zonës që ka deputuar profesori, ai ka shkruar në vërtet, por ka shkuar në studimin e doktoratës me lejen e universitetit. Në 2018 doktor shkencë më herët, në 2007 në zgjedhje për ka shkuar në 2018 me lejen e universitetit. Dhe ai ka kërkuar 2006 në kthim nuk i është leju për këshillit drejtues. Ai ka kërkuar prapë këshillin e kthimit marrëdhënie të punës në vitin 2010 tek këshilli drejtues, prej fakulteti gjithmonë ka mbështetur për shkak të nevojave që i ka dhe performancës së tij. Megjithatë këshilli drejtues prapë nuk i ka leju dhe i ka sugjeruar me shkuar konkurs. Kandidati ka shkuar konkurs, por kandidati gjithashtu argumenton që vendimet cilat i ka marrë për zgjedhje dhe kontratë kanë qenë ose 3 ose më shumë se 3 muaj masi që ai ka filluar kontrata tjera. Dhe ashtu drejtë si, me thonë që unë kam obligime ndaj atij institucioni që ai ka nëshuar kontratën me ta dhe nuk ka nevojë të përkushtohet se nuk ka pas mundësi të bëjë përkushtohet që kanë taktuar atje. Dhe realisht nuk ka me fajë të tij sepse na nuk e ka ai dëshmoj që nuk e kemi dhënë edhe kontratën edhe vendimin e kohë. Okej, të shumë shkurt të gjithërën. Shumë mirë kur zgjedh në 2007, edhe dekani atëherë ka paraqitur problem që e kanë zgjedh profesorë mirë kur nuk po vjen profesorë aty në shumë kontratë në sistem duke jetuar jashtë. Ka në Austria nuk e di. Katër raste kanë qenë. Cilat ka rekomanduar në rastin Dekani fakultet ekonomik. Doktori, statuti i Universitetit të Prishtinës në 1 Pika 3. Lënda
mund të ligjerohet me javë 15 javë semestri, gjatë një apo 2 semestrave, ose mund të bëhet një blok ligjërata për një semestër. Ka autoritet. Unë jam autoritet nuk ndërhyjnë. Prandaj ligjërata gjithmonë bëhet jo vetëm na mund të bëhet si blok ligjërata, varësisht se si është e organizuar. E dyta, nuk ka kusht që mbet që ky rast mundet më trajtu si puncim për herë parë. Sepse ky nuk është puncim për herë parë. Ky ka pas shkputje, është të kriju sërish kontratë, por që ky nuk është të kriju për herë parë marrën e punës. Prandaj ligji nuk neni i cili kërkon që minimumi mosha 15 vjet, për ta nuk vjen se ky nuk është për herë parë punësuar. Ky është mendimi im dhe nuk besoj se ndryshe mund të interpretuar. Faleminderit. Senatori i Senat, unë jemi shumë i shkurt këtë drejtim, mendoj që profesorit Çaveli ja kemi shkruar dy që te i kalon moshën ose për herë parë, dhe e dyta për punim. Unë mendoj që ne nuk kemi arsye të merrem me çështjen e moshës, që mendoj gjithë se nuk është për herë parë dhe po e trajtojmë asistoj, ndërsa në vetë çështja e punimeve, çështje që po përgjithësisht. Nuk kemi nevojë që të shkruajmë që aspekti i moshës e konsideron ato për herë parë. Pjesa e dytë vetë sikur përgjithësisht. Mendoj që kishte qenë reale, natyrshme kështu që ta. Senatori Nasrbazi. Unë mendoj që rastin e parë duhet të trajtohet pa ndryshe. Nuk mund të thuhet që është për herë parë, tu nga shkencë apo nga akademisë që rinë të gjithë profesorë. Ta sistem që është filozofë në të gjithë. Edhe për ciklin e ligjëratave dhe analizave të profesorit ekonomist Dekanit që lejohet me statut. Nëse ka ndonjë rregullore që Këshilli Drejtues do t'i lejojë, ajo Këshilli Drejtues do t'i mbështetet nga statuti në këtë që është afisior më i lartë se sa rregulloret të bëra nga Këshilli Drejtues të Senatit. Prandaj se rastin e parë do t'i gjithë Ndërtesë dekanën edhe dekani i Tjekut ose dekani i Edukimit? Fakti që ai ka marrë ligjërata i marrë dhe disa tjerë, po fakulteti unë tonë kanë kanë tregu, është fakultet jashtëzakonisht specifik, punges jashtëzakonisht kohani. Dhe thjesht ose duhet miliona ta studentë pa mësim, ose duhet me marrë me grup ja ajo argumentin e fakultetit, është bënë me ratimin e senatit, nuk e kemi bëna ato nuk vetë. Dhe kanë a ka kontrol valide, a ka lëmbardisi? A ka kontrol valide, deri tash? Ka vetëm si janë. Bashkëpunëtori jashtë. A ka pas gjithmonë kontrol si bashkëpunëtori jashtë? Gjithmonë. Ky bashkëpunëtor ka qenë gjithmonë. Shpini për një nxjerrje thash, me lëvin në grupin e termit të Që të shpirë rastit tina, si për rastit tjera. Pandeta ka kundra synim, 20. Po vazhdojmë e ka tjerë të Mira për vazhdojmë në rastet tjera, i kalut. Unë për hedhë propozimin me një Gazmen Pula rizgjet me profesor të asesuar, Shqipja mbetët, Adnan Majuni refuzohet, Arben Lekaj refuzohet, Besmir Sejdiu refuzohet. Kush është për këtë propozim? A ka kundër abstenim? Trajen kundër? Jem fakulteti i mjekësisë, kohës të kameratën. Bëhet fjallë për 4 kandidatë. Janë Merita Koqine, Nasser Ramazani, Mrosh Kryzio, Venera Berisha. Te këta 4 kandidatë, Këshilli i fakultetit, edhe pas këtij misioni të Këshillit të fakultetit, ka ardhur me propozime të njëjta, siç kanë qenë në senatin e kaluar. Megjithatë, dy rastet e para dallojnë nga këta 2 kandidatë e fundit, prandaj rektori Dimitar Tundomos propozoi Merita Koqine, Nasser Ramazani, pastaj Kavjë. Faleminderit shumë profesor, atë dëshirojmë dekanit janë, no? Doktor Nasser Ramazani dhe profesorca Merita Koqine, janë trajtuar sërish në Këshillin e Fakultetit të Mjekësisë
dhe Këshilli me shumicë të votave që ka votuar që ata të avancohen, përkuzë faktit që ne si menaxhiment katër antarë kemi qenë që të respektohet vendimi i Senatit në lidhje me rekomandimin, që ka ndodhur edhe këshillën e kaluar, informuar, por vota është e lirë dhe shumica vendos dhe Këshilli ka vendosur me shpejtimin. Se Fakulteti Mjekësisë po diskriminohet se përqen të rekomandimit dhe databazën PubMed që i përjashton revistat e rajonit. Ka dy profesor, janë dy profesor shumë të respektuar, shumë të nderuar në Fakultetin e Mjekësisë, kanë publikime në PubMed, kanë shumë projekte që ju hesin, kanë libra, kanë mentorime të doktoratës e diplomave tjera, prandaj ky është arsyeimi i Këshillit dhe unë obligohem si dekanin ta respektoj vendimin e Këshillit, përkundër faktit që mendimi i menaxhmentit. Faleminderit shumë, atëherë e hedhin votim kush është që Merita Koçinaj të rizgjedhet në thirrjen profesor asociuar, ndërsa Naser Ramadani gjithashtu profesor i asociuar. A ka kundër? 5-6. Abstenime 2. Numëroj. Kundër abstenime. Kundër abstenime. Domethënë kalën propozimin. Vazhdojmë me pyetjen. Po shkëndros tekstin e të fundit, Emrosh Kryzel dhe Venera Berisha. Këtu çështja është që arsyeja që këtu nga herën e kaluar ishte se Komisioni Recenzues ka propozuar që Venera Berisha të zgjedhet në thirrjen e profesorit asistent, në qenë se sekretare e parapara me statut, kurse Këshilli i fakultetit ka propozuar që Emrosh Kryzel të rizgjedhet në thirrjen e profesorit të asociuar. Kjo është arsyeja që ne e thym në fakultet me kërku që vënia të parishikojë na mujë me organizim, por siç duket kanë me të dy fotra. Po, edhe këto byraste janë rishëftuar të Këshillit dhe Këshilli me shumë të votave, që janë nisë në ka votuar në favor të profesorit Emrosh Kryzel që të rishëftuar pozitën e njëjtë. Profesor, ky konkurs, siç i thënë edhe ndjenjën e kaluar, ka qenë për shkak të skadimit të kontratës të 5 profesorëve në mjekësi interne, dhe aty ka pasur edhe ka shumë kandidatë tjerë të cilët kanë përfituar kurse si asistent, disa të rregull, disa jo, me publikime dhe me tjera, dhe kanë aplikuar mirë po Komisioni Recenzues disave që do të thënë ju ka dhe ju që të rinjsheret, një i ka përfituar për kurse të avancohen, kurse për profesorin Emroshi e ka refuzuar. Dhe një njëtin në parimi kemi pasur brenda këtij konkursit, në mbledhjen e kaluar e kemi avancuar për një para pensionimit, edhe aty kemi pasur kandidat asistenti për konkurset, edhe një më herët kemi pasur në fiziologjinë, landën fiziologji profesor Galimit Fetullahu, në cilën poshtë kemi pasur kandidat tjetër, pra ne Këshilli mendon se duhet të respektohet statuti, mendoj të respektohet standardi parimi për të tre kandidatët të cilët e kanë njëjtin statut, dhe këtë në shkakton një precedent dhe probleme shumë e kandidatët në asistentët të cilët inicial themit rebelohen dhe kërkon se edhe ata nuk trajtohen se edhe ata nuk zgjedhen e nuk trajtohen një pojësi në mjekësinë interne. Faleminderit senatori i Fakultetit Juridik, pastaj dekani i shkencave, mjekut, edukimit. Sporteve. Rektor, ne mbledhjen e fundit e kemi diskutuar më shumë parë. Tash kemi notificuar informata që na erdhën prej fakultetit, prej kandidatëve që kemi shikuar objektivisht. Edhe profesorin Kryzel, edhe kandidatën që ka propozuar komisioni Recenzues. Do të thënë sinqerisht që kam bindjen që ky nuk duhet të jetë as problem. Në rastin konkret, nëse tjerë kishin dilema atje, në këtë rast, nuk duhet të fare problem, dhe asnjëri prej kandidatëve nuk dëmtohet. Në kuptimin se profesori që është para pensionimit, është me vendim që vazhdon deri në fund vitit akademik. Edhe po dëshirojmë me votu ndryshe, mund t'ja marrim atë tjetër. Deri në përveçnatora e zënë drejt. Të s'ka në kuptim që ne votojmë për diçka me drejt që e ka. Ja përsërit. Aq më tepër, ajo që ka shumë rëndësi, Komisioni Recenzues, që askush nuk e bën vide, është më i thirruri
ne ma të fund shumë detaje kush e meriton e tjetë, ka konstatuar që kandidatja i qërton gjitha kushtet, me statut edhe me rekomandim. Në këtë rast, kur them që dëmtohet asnjë nga kandidat, senati duhet ta ketë qartë që profesori, madje unë di për një fakulteti juridik, që tradicionalisht e kemi mbrojtur profesorët që dalin të ngjatë, dhe s'kemi asnjë rast që është largu dikush prej fakultetit juridik deri në moshën 70 vjeçare. Edhe prapë e vazhdojmë atë traditë. Njëtë kisha sugjeruar dhe mjekësia, nëse ka orë, profesori dhe pas kryestatori, vazhdojnë që profesori angazhu dhe të respektuar për punën që pas. Mirë po, kandidatja që është propozuar nga komisioni recenzus, i plotëton gjitha kushtet. As më tepër ishte asistente e rregull, mbi 10 vite në universitet. Ka komision recenzus. Për njerën mund të jetë në një nivel të votimi. Votojnë pro kundër, pa diskutu për cilësinë e tjera, por për kandidatën që ajo dhe kandidat tjetër, që përgjithësia më e madhe jona është kur janë asistent, është një kalim shumë i rëndësishëm karrierë, asistent, profesor asistent. Ne me një votim, po është një pyetje karriera dikujt, dhe nuk po shoh as një pengesë ligjore që ka të rëndësishme, dhe as një arsye pse ajo kandidatë mos zgjidhet sipas propozimit të Komisionit që shëndus. Në një detaj tjetër, tek këto përgjigje që ne kanë jepë këshillët e fakulteteve. Jemi parin të thamë që ndrojnë mbrapa. Po kemi disa dallime, edhe kemi seksuar në djerën të kalume, nëse ka një qëndrim kundër një këshill i fakultetit, duhet me argumente më shkret. Ne përshëm kështë mbrapën ekonomikut, si mbrapën të jukën, kështë bashkanëgjit edhe materiale që punimit e kështu, ajo më është përgjigje serioze. Nuk mjafton vetëm qëndrimi i votës, që ne votojmë pro ose kundër. Sa dhe propozimi jonë është që profesorit ngjelet në thirrje, dhe ato nuk ja marrin, edhe ato votu me ndryshe, është në rregull me ta, për gradën tjetër nuk i plotëson kushtet, dhe ta votojmë këtë kandidatin që zgjedhët profesor asistent, në jemi në rregull. Dekani për shëmëndes, përsa i dekani Fjekut? Unë respektoj vendimin i Këshillit, por gjithashtu e marr në konsiderat edhe Komisionin recenzus. Për një gjë kam dilemë. Sa na po flasim për vend pune. Vend pune se vend pune. Pa varësisht a janë pune nuk janë pune. Sa është vend pune. Unë e kam dilemë, por nëse Komisioni studimeve ose Komisioni që ka verifiku dokumentacionin, sot se kandidati e plotson kushtet. Nuk shoh asnjë arsye se atë metet pa u zgjedhur sot, sepse atë tjetër nuk e damtojnë kur gjë. Se sikur të kish pasur darë në televizion mas vitit të ri, unë sigurisht e kisha përkrahur propozimin e Këshillit. Nëse Komisioni Profesional, që thash, ja ka dhënë, prej Këshillit kemi vetëm votë, ajo na ja se tem, unë kam shuar se tem tash për ato të punë razu, por nuk shoh që më damtoi një kandidat të ri që asistent. Sepse ri po ka falje prej fakultetit dhe Këshillit fakultetit. Po bazohen në konkurset dhe në raportin recenzus. Nëse nuk e ka punimin, në të na vazhdojnë, në thonë ata kompetencë janë, nuk mund të shkojnë ato. Nëse e ka punimin dhe i plotson kriteret, mendoj se i bëjmë shumë dëm të madh kandidatët e saj. Faleminderit. Faleminderit dekani Fjekut. Në princip, po duke një qërë të jashtëzakonisht e ndjeshme, paka shumë kam informacione për rastin, prandaj po kyçem në fakultetin janë në Institut Akademike, të qështë kuraj është në nivelin e Institut Akademike. Unë mendoj që duhet ta kemi qartë që po bëjmë një precedent sa i përket rastit. Në deri tash nuk kemi pasur vendime në të cilat ne kemi rëzu kandidatë që janë në marrëdhënie të punës. Qofshin ata për 10 ditë, qofshin ata për 20 ditë, qofshin për një muaj. Nuk them se nuk shndrojnë që është ato që thahet senatori edhe dekani. Por realisht është një mesazh jo i mirë për njerëzit të cilët janë në marrëdhënie të punës. As më keq për ata që janë pa pensionim. Dhe ata është një proces që njerëzit e kanë ndikimin e vet. Njerëzit kanë një të caktuar, se bashkëpunë ti e marrë që të sakrifikohen në momentin e punës. Është edhe ligjore e ti me konkurru, edhe ligjore e ti me u zgjedhë ose me avancu ose më të më avancu, por njëkohësisht është edhe dhe ti që me kërku drejtën e barabartë në gjithë kandidatë. Të gjithë ata që atë për të zgjedhur. Se ka aty edhe që ndoshta kanë pas më gjatë se pensionimi. Të gjithë ata që janë pas pensionimit, na kemi vendosur një sot. Se unë e kuptoj, ajo nuk diskutohet. Çështja e duplifikimit të obligimeve, unë besoj që kontrata nëse hipotetikisht i bëhet për një tetori,
ky kandidat nuk dëmtohet, po megjithatë nuk është në mesazhin për mendimin tim. Nuk është dashur të paraqitkohen çka hipotetikisht nëse qeveria e re vjen edhe në ndërmjet e shpar vendosë të gjithë atyre që para pensionimit të gjata fatin dhe më të vjeçare, ku mbetet këtu. Jo, senatori Shtem gati me përfundu. Urna, profesor. Absolutisht unë vajtohem 100% me qëllimin e senatorëve juridikut dhe kohën Albineshit. Domethënë, për këtë çështje unë edhe ndjerë e kalume e ngritë çështjen e konkurseve, principet konkursit për avancim dhe konkursi e rregull. Konkursi më ndonë. Rregull që setën për avancim atë konkurseve e atëshë, ta shkërkit, e dyta, edhe në bjene kalume konflikt për përsëris prapë, si kishtë qenë në njërë dhe një më rëshëftu lista e publikimeve, pa bëmet dhe s'ka bëmet, edhe të rajonet me shku se vjetë nuk kanë publikojnë, që të konë qëtë e shbëtojnë që të dy, të më tonë. Ndërso për këto, stashe të kërojë plëtsisht, të në të diskutimin e senatorët juridikë të qëtëse, duke që në konflikt, të në thonë profesorin Emrosh, po në qofë se profesorin Emrosh tiret i plëtëfuset për tirje në njej, edhe në qofë se kjo asistentja që në spojnë një të shtanësi, i plëton kushte telefonive me se edhe njëherë me uqit tjetë e konkurs, ku ka mundi, do me thonë me një vrame, gjithë vrame, unë e konsideroj që kishme qenë zgjidhje shumë e mirë, me i morë 2 vendime, me morë vendime që profesori Emrosh në zgjidhë në pa morë parasysh ajo një mujtë, a 2 mujtë në këllëgjopë, na, që senatu konsideroj se në dërë, që ne kemi vëpru me tjetë, me morë 2 vendime për këtë jo një vendim. Vendimi parë që profesori Emrosh të rizgjidhët me thirë në profesorit Asusu, dhe vendimi dytë që ajo vajta me u zjedhë ati që të kushtet në mbetët, në bashkë e të fërë. Okej. Vështë mirë me marrë vendimu, nuk e një pas njënën, se po flasë të shumë e pa marrë, që shkemi marrë vendime të rastë që tila në herën. A ka pasë edhe që dekania pasaj... Duke që dekania e përvendi, të herën e kalume, në një ju, nuk e di që ka të ndu. Okej, e të ndëgjën e dekanë që vjenë për fakultetin saj. Pa e përsëris pra, drejt aksi konkursi, javën e kaluar e avancuan profesorin, një javë para pensionit dhe kemi pas kandidat tjetër asistent së reju që kanë aplikuar. Po ashtu një javë në herët e kemi zjedhë dandën tjetër, po ashtu kemi rizgjellë. A ju duket që po dhe në kontradikt, do me ta, profesor Emrushin, profesorin Ermekën dhe me profesor Ganimetit Bejtullaku. Ndërsa, profesorët fakultet mjekësisë na jemi të interesuar që pranojmë zëratën më të reja se qytetarit në qëndërqohet, por në mënyrë meritore, sepse ka kandidat shumë të mirë, ka pasë edhe në mjekësi interne që kam plësu kushtet më mirë. Prandaj, më të papir të ditina. Kështë mendimi Ndërtë dekani për nësë, pastaj dekani e shkencave. Pak fjallë dhe thëmë, në qofë se ju kujtohet në kolegjium, zakonisht në kolegjium diskutojnë shton me vendime, por me gjithat, ka qenë pyetja kjo, shka të bëjmë me kandidatë të cilët me në 5-6 muajve, me në 7 muajve dojnë pensionit gjithatë. Në atër normative, kur ku nuk shkruum që para pensionit ka shperu kohore nuk shpallë konkursi për shkojnë me automatizëm dhe i pension. Për dalën, për para ka pas në përligje, mas 5 vjetës shpallës, 5 vjetës nuk shpallës e gjitha ato. Dhe kemi konstatu këtë, mirë është me uri shpallë, në qofë se ta dojtë që është qashtje humane. Me qofë se e ka me dojnë ma 7 mujve, ta shmës të temi që ma 7 mujve ki me dojnë. Kërë gjithë që ku njënë, në qofë se dim që dikur ka me tek ma 7 mujve, disë tëtë, sepse kontinim të e më shumë. Disë tëtë, por? Andaj, kur konkursi jemi kon marvesh, ekskluzivisht, ma i mend mirë të konja ka thonë për rizgjedje. E kemë thonë nuk është punone, mësë më shpa konkurs për rizgjedje. Po tjetër që që s'pas më të shpoj një gjitha të. Po të mos kishte qenë, që ai pajtim që për shka që humane të shpallë konkursin, sigurisht e konkursin nuk dhe kishte i shpallë. Për në dekani shkencave? Vetëm një fjali e kam. Të gjitha ata raste që të përmend dekani, ka të përfali edhe të këshillë dhe s'kanë pasë recenzion, që ka recenzion, ka shumë dallim.
Komisioni profesional ka marrë pension, to është dallimi. Kështu është dallimi. Jo vetëm zoni ai kërkon kriteret se ka pension pozitiv. Ata kanë pasur pension. Ata kanë propozuar të ka pasur pension pozitiv, kjo është dallim shumë i madh. Në tre ekspertë ata japin pensionin. Ata kanë pasur tjerë, që nuk ka pasur asë pension. Ka dallim që. Senatori Kjo që përmend e njuhem se njuhem në sinqerisht të një as profesorin, që është kompasi, e as kandidatën tjetër. Po flasim për këto fakte që i kemi, më thonë, për para, nuk është krahasimi njëjtë, ka shumë rëndësi kur ka recenzion nga komisioni ndërsues dhe kur nuk ka. Kjo është dallim i madh, kjo është pikë e rëndësishme. Edhe por më thjesht ky vendimi që profesorët që pensionohen gjatë vitit akademik vazhdojnë deri në fund vitit akademik, edhe po mos ishte kjo, në një rast tillë mund ta votojnë se komisioni recenzues mendon që ky diskuton kandidatin. Dhe ne standardin e meritokracisë nuk mund ta diskutojmë ndryshe. Po tash në fillim nuk paraqet problem, sepse ne e votojmë këtë, ndërsa profesori vazhdon sipas atij standardi, që është vendim deri në fund dhe mund pastaj nga Këshilli i Fakultetit, nëse kanë vullnet mirë, do ju rekomandoj që Këshilli i Fakultetit në këtë pra propozoj angazhimin e profesorit. Prej setorit andaj si angazhuar dhe mendoj kjo është dita më e drejtë. Sepse ne s'mund krahasojmë me raste të tjera ku s'ka recenzion. E kemi pak problem për votim, po do ta bëjmë një marrëveshje gentlemane edhe për votimin. I kalu. Era specifik, kështu që marrëveshja, po unë kam një propozim për marrëveshje, po ta ndëgjojmë. Unë mendoj që do të kemi kujdes. Do të kemi kujdes në këto çështje të cilat janë pak më emocionale, pak më prekse. Unë e kam qartë disa që po insistojnë gjitha ato. Veçën një gjë po ju them, që për të gjitha këto që vitin e diskutohen vjen saktësisht të gjitha parametrat krejt absolutisht. Para se me dorë prej derës, kam me dorë të gjithë parametrat. Unë nuk po du asnjëriu me amohu. Por ju them sinqerisht, ashtu ka qenë se ky konkurs do të ishte, po të më kishin thonë, nuk është humona më me arish po konkursit se po i vjen që kur pinë pension se na ke dhënë. Ekskluzivisht ka qenë kjo në kolegion. Ju kujtohet juve të menaxhmentit. Ju kujtohet besoj edhe dekanëve të kolegion prezant. Sigurisht ju kujtohet. Prandaj, ka nga këto alternativa tjera, ose të shtyhet, ose përsëritet konkursi, ose të bëhet diçka të tjetër. Okej, pandejë sekretarin. Nëse kujtohet për implementu njoftimin për me shpallë të vota për konkurs, ke diskutuar edhe personeli akademik i cili ka më pak se një vit deri në pensionim të mos përfshirë konkurs. Ka shumë të ardhe kemi thonë me letër kur ka dërguar profesorët. Fakulteti mjekësisë ka bërë një gabim teknik, i ka futur edhe pozitat të cilat kanë qenë para pensionit. Megjithëse mos harro parashikët, unë shqyra parashikët i punës nuk e definon vizë shërbimit civil e parashet që 6 muaj para pensionimit me i dërgu vendimin për pension personit. Prandaj, te kategoria profesorit që u zirë, që avancu herën e kalu, ka diferencë. Po ditë një të zirë. Ka diferencë. Ka diferencë në rastin konkret, sepse ky e ka plotësuar një kriter që s'kemi guxuar me mohu avancimin. Në rastin konkret profesorit se ka plotësuar kushtin me avancu dhe as pak nuk e dëmton procesin vetë në tjetër që ka qenë. Ky me 27 korrekt nëse zgaboj ose 24 pensionohet. Ligji ja garanton, vendimi i qeverisë ja garanton, vendimi i ministrit pastaj që ka konfirmuar që deri në moshën ata që vinë pas datës 1 tetor, në procent timor dhe pensionohen në prej datës 1 e tutje, i vazhdohet në automatizëm kontrata deri në 30 shtator. Prandaj gjithra nuk ka asnjë pengesë ligjore, veçantë i ka plotësuar kushtet edhe personelin, nëse nuk keni harruar edhe personelin të cilin se keni rizbjell fare, janë përjashtuar disa raste, janë ndarguar për punës, ata përfundojnë procesin pas përfundimit vitit akademik, jo të fare. Sepse edhe frikë të futën, nuk futën tash për fejnë të sorit. Prandaj kontrata... Dhe universitati ka keni ba. Jo, stati 3.
Kapi frio. Kapi që hinë për herë parë për një të me ditë akademikë. Me senet. Kodifikoha habita 3 datës, 28 prill i kemi zgjedhur profesor asistentat, edhe të tjerë. Që kanë qenë asistenta, po? Kapi që hinë për herë parë e merë me senet. Me datë më qërë, po të me një të shkëllë. Andaj që të atë kërë një profesor. Sënë kandidatja që nga karë të ndorë në politikë. Sekretare e tjerë punët e përdojshë gabinetit Bejtullahu. Aja ka një të ide të rastin si profesor e mërëshi. Që ata i abam dhe kime në mori Shikore të të nga e të kone? A ka posë për e kandidat jashtë? A kompozicion negativ recenzion? Na kemi përdojshë të këshilë njëtim parem. Edhe ajo pensionohet e njëtëm kohë për profesor e mërëshit. Njëtëm kohë pensionohet. Dhe na të këshilë e kemi kajtur si të tjo, pra ndaj Komisionit Recenzuse e ka respektuar që për zishjevje kuverdosit pra dhe dekani në madresh në kolegium, që të përkundër fakti që ka dalë gabirim sekretarion që ka ba gabimin, që i ka prezentu, edhe faktikisht është leju që ata kriju në këto konkursi. Dhe një këtë profesor gabinete, ashtu e kemi ka kundër kandidatën e cilat ka parashtu dhe qartjes, që të përshon që ajo në dalë qartjes. Ose të tjerë në Këshalut, në vetëmi, fuqia këti senati ka qenë që nuk kemi bo dedijim prej parime, qëndrimeve, paktën për atë sa kemi ditë, me një pëtham sa me një garantë shumë të madhe. Prandaj, në qovë se dekan në pëtu, se kemi, këshalut, kemi rastin e një, dhe ka pasrës në zirë pozitiv. Profesoreshka ka pasë, dhe profesoreshën e kemi edhe në tjerë. Profesoreshka gabinete Bejtullahu e ka situar njësoj pensionohet si profesor e mrush. Kundër kandidate ka pasë. Sepse kemi respektu parimin, e kemi respektu Vede nuk ka pasrës në zirë, dhe ka nuk ka rastin. Nuk ka rastin. Nuk ka rastin. Jemi shumë këtaru, se të kërëmë me të konë, kare të qënë. Duke, a datër, e dani, s'ka folë, asë një herë dhe u parë të Paka ju këshalut në të gjomi. Të marë në shkotë që të kishë që në Berera, profesoreshka Berera zirë. Çfarë përgjigje kam nga profesor e mrush? Me që dione, përrej për praktikave të kalure, në agina që përsamu të përdu kandidati për avancim, përrej si përgjigje ka marë përdohet për avancim, dhe jetë përgjigje a rezgjidhe të titullu e një. Çfarë përgjigje këna me jatë profesor e mrush? Me që ka qeni përshë njërë që kishë konkursin. Ti konsumor që e zekani dhe pasaj të vërdoj. Zekani, ti shumë shkurë. Diferenca një dhe babine tjerë dhe vektimi që nërën, që ata tjerë që kush nuk ka pasër të nëgjën të tyre, kush pare të nëgjën pare, të një dhe vërë. Diferenca tjetër është kjo ka kontrat valide deri në dalën për gjatë. Se që keni shumë ndimin dhe i tashmës në kandoni i tash një ashtu. Dhe marrësha është dëntërmenën dhe kanat në vendimin që ka shku referati të avoj. Se ne nga ka arletra, se unë kam pas njerë, një vjetë ditë dhe se shkon për nëzëm në prizatë në shumë. Kemi nga nevojnë në dy gabimet i fakulteteve tjera, se funksionë me votu mërë. Mua veç më dilni a ka punim Benera, a ka punimin, a ka. Se ta këtë punimin, nga kemi unë kam votu për Benera. Një pyetje kom për sekretar në Sendeon Direktor. A ka profesor e mrushi deri në fund vitit kontrata apo nuk ka? Po, dhe me 30 kontratën valide. Dhe kanë shumë shkurt. Jo, janë. Tret janë. Ka i gjithë është, unë stadin në artist ka pasë dhe të tjetë që kanë rezultate shënqore ma shumë të shtarë kandidatit.
me kontrolu çdo gjë që intereson vetëm sa pak rast në të të vendisë. Komisioni, në të do me informu, Komisioni të zhutja ka dhënë kësaj. Kësaj ka dhënë, veç pak, me të pyjë për cilë një. Me të pyjë, a mujnë në të kontrollojë. Ja ka dhënë kësaj, ko kandidat tjerë që kanë, veç pak, kanë punim në shumë, po Komisioni ka konstatu që do të monografi, ka thënë që ka dhe monografi, që ata se kanë, edhe të dojtë të arshirë, ka thënë natën e me dhe që soj, që kjo është qëndërimi Komisionit të gjusë. Unë po besoj që duni me përfundur e këto. Ja, u kri, këtë përfundur. Ura. Edhe unë e dishë. Nga tite me votime, sepse në shpeshe nuk i njërë dhe specifike dhe si është nashë. Ligjet të të retërë zbatohë, nuk votohë. Qështë e jetë ligjet mone? Me gjata na jemi, ka shumë gjona që me ligje me statut, na duhet me marrë vendim. Unë tash kërkoj një marrëveshje gentlemane. Mu me mliru nuk do të votaj, as nuk do të propozoj. Do të qetin mbi propozimet, këshallu, po kërkoj. Ai propozim që fiton mas shumë t'i vota jam e ka me qenë për te. Prandaj, po, ta të njështë me të votoj, po unë nuk do të votoj. Ja, këshallu, du të me vendos pa marrë parasysh, ta të shkojmë, keni kujdes. Nuk ka rëndësi cili votim kanë me dalë dy. Një i komisionit recenzus, një i fakultetit. Prandaj mos i përzinit, kush ashtë qaj propozim, unë kam e votu për te. Ju tjetë mune me votu. Ja, që në përshkojmë për para, me të fakultetit kjeja. Si shka? Okej, mirë u bo, kush ashtë për propozimin e shpinë në fakultetit? 1, 2, 3, 4. Kush është për propozimin e Komisionit Recenzus? Edhe një. Atëre një lutën. Kështu kemi rast këtu i lutëm dëgjoni. Para se me zote fakultetit edukimit, veç pak. Para se me zote fakultetit edukimit, dekonin ingjinerisë mekanike, në vitin i qërtjes janë shërtu disa lanë që janë krynë nga fakulteti, e cilat kemi mujtë me thonë që janë listën, temi me dilema njërë qartë, bon që jolla për një rast Gjevat Berisha. është vërtet që është mesin atyre që kanë konkuru, a i ka kërku, se ka që dokumenta shtetë me rishqyrtuve njëherë, edhe me këtyre eventualisht a është edhe në grupin atyre me dilema, në së dire të sekretarët ka kërku, për me ka kërku, dekone, du të me dhonë, punë senatin e vendosë, si për dënë jo, unë nuk kam aty kërfar preferense, o çështje e senatit me vendosë, kë, është pikrish, ka i ka një mori punimesh, për një ose dy ka dilema, ka qënë dhe ko punime, disha më verifiku, në që i mujtë, ashtë gjithë dhe me verifiku, dhe do të kuj me thonë momentalisht kur gjo, është që të djetë. A me këta tjetë me dilema. Kush është të shpirtë në këra? A ka kundër opsionim 20. Okej. Atëre, shkojmë se fakulteti i fundit, është fakulteti i edukimit, këtu i kemi një mori profesorësh që janë të brendshëm, kanë konkuru thirrje ndryshme. Batije Gerbeshi, Katriot Buza, Minavere Morina, Nusret Lona, Kazim Belshani, ka kanë kontrata të rregullta, edhe Somos Qela edhe Pekim Samadroja, ka janë të jashtëm. Vetëm dëgjoni. Fakulteti i edukimit duhet me përmend, ka punu gjithashtu, kanë qenë shumë të kustum që të respektojnë kriteret e parapora me statut edhe kanë punu me kandidat. Ne gjithashtu në restoran kanë janë interesu shumë për punimin për gjitha, i kemi sëru gjitha dilemat, edhe përfundimi është që fakulteti ka propozu, tash ka orë me propozim të reviduar nga propozimi fillestar,
që këta kandidat, me thënë se si plotësojnë kriteret, me thënë se si plotësojnë kriteret për cilit me ka votu 3 komandime të statutit, këta të rizidh në thirrjes për kafshë që i kanë. Kjo është propozimi përfundimtar i fakultetit dhe qytetarët po kërrejti. Dekan, keni fjalën? Faleminderit rektor. Si këshilli i fakultetit, nga vlerja e fundit të senatit që kemi pas, kemi debatuar me kandidatët të cilët janë në procesin e avancimit dhe kemi pasur një seri takimesh edhe me prorektorët që duhet të falenderoj që kanë qenë të gatshëm të japin sharrime rreth çështjes së publikimeve. Kandidatët kanë publikime të konsiderueshme, por nuk i kanë të ata të cilët jemi marrë vesh të azën në sipas statutit dhe platformës. Ajo që do doja është të gjithë kandidatët ka një numër të konsiderueshme të punime, po punimet e tyre. Në mbledhjen e këshillit jemi dakorduar edhe me vullnetin e tyre që të bëjmë propozime për rizgjedhjen në thirrjen të cilët i kanë për shkak se ju mungojnë aty punimet të cilët ishin të domosdoshëm në status të universitetit. Unë duhet t'i falenderoj edhe kandidatët të cilët kanë pas një mirë kuptim që të qëndrojnë në thirrje duke dhënë një mundësi që të ndihmojnë sado pak institucionit të cilët jenë pjesë të saj në zhvillimin që ka të bëjë me cilësinë. Por unë do të them edhe një herë kandidatët kanë një seri librash, monografish të punuara, por mbi të cilët thënë edhe një herë, ndoshta në një të ardhmen do të ndronë peshorja e vlerësimeve dhe të shohim se të vendosëm me peshore të gjitha punet të cilët janë, thëmë një numër i tyre ka një numër të madh monografish. Sa i përket 2 kandidatëve të fundit që janë për herë të parë në krijuar marrëdhënie pune, fatkesisht programi ynë i gjeografisë është i akredituar, kemi vazhdu punimet, kemi një bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave që na ka ndihmuar në këtë proces. Jashtëzakonisht na vjen keq ata 2 kandidatët nuk kanë arritur ata të kalojnë kriteret të tilla, prandaj kemi qëndruar komplet me sipas vendimit të Komisionit të Studimeve dhe vendimeve të Senatit dhe Këshillit Fakultetit dhe kandidatëve. Faleminderit dekanun edhe një po e vlerësoj punën e juaj edhe të dekanit të fakultetit ndërtimtarisë dhe arkitekturës. Jemi të vetëdijshëm, të gjithë jemi kolegë, gjithë kemi me që kur është çështja të statutit, ju falenderoj shumë, falenderoj edhe ju tjerëve që keni ndihmuar, se nuk keni pas lehtë, prandaj po kalojmë me një po kalojmë me një Ok. Falenderoj shumë di dekanën se ki letë se kam asënë. Të në kritere norma të aty nuk i kam vendosur aty. Ok, falenderoj shumë. Jo, shëbrëmë, kur e analizum të shkrejtë të tjera tjera, unë e kisha falenderu dekonin e edukimit që përna të shërama të fakultet dhe na të kemë shumë alemë. Falenderoj shumë. Ok, atërë të hedhin votim. Kusha që Bastije Gërbeci të rizgjedh profesoris asusuar, Kastriot Buza, profesori asusuar, Minavere Morina Rashiti, profesor asistent, Nusret Plana, profesor asistent, pastaj Qazim Ilshani, profesor asistent, ndërsa Tom Morqela dhe Bekim Samadragja këta refuzohen rishpallet. Kush është të? Kundër abstenim. Falenderoj shumë. Kalojmë te pika e 5 të rendit ditës. Kur është shumë filozofiku të i deta letrat, ju e kalutat të dita që që kalutat kësantës. Frikuta është për ma fjallë. Me boj shtirë. Me boj shtirë, me boj ma e për të. Kush më të konvenon për të kanë dhe që po java përvan ato procedura. E sa më të këtë përdati. Letë një për matë. Ta për me dy paket. Ok, rënda. Cila pyjtja të kanë?
Lidhur me këto kam kërkuar që të respektohet statuti, konkursi publik, ju keni vepruar, dhe këtoj që keni vepruar drejt, unë jam I sigurt që keni vepruar drejt të rastet e këtyra filozofikut, ndërsa shkretën që ja kam dërguar për sqarim, për 3 raste që ju nuk I keni vendosur, që nuk I, domethënë I përmbushin konkursin, por nuk keni vendosur asgjë. Unë për këtë kërkoj se Këshilli me ka autorizuar, kërkoj sqarim nga ana juaj pse ndodh me 3 raste, me 3 profesorë të cilët janë në listën e pritjes, por që I plotësojnë kriteret e konkursit. Si mi u kthy përgjigje në unë si dekani fakultetit filozofik. Më tregoni ju lutem, a nënkuptohet se këta janë refuzuar, a nënkuptohet se këta janë pranuar apo këta janë mbetë naja. Nëse është një parim elementar, studenti që rinë në provim e pret rezultatin ose pozitiv ose negativ, po rezultati paja publiku rezultati në shkirje. Prandaj ju lutem, tregoni si është rezultati për këta 3 persona, fakultet filozofik që t'ju tregoj, që raportoj, nga detyra imja. Unë jap përgjegjësi në Këshillin e fakultetit, prandaj ju lutem me jepni sqarime si të veproj. Dekan, atëre këta 3, zbashku me shumë tjerë nga fakultetet tjera, nga e hona të tjerë, do të marrin me shkrim përgjigjen si që ndron puna rreth aplikacionit tyre në lidhje me këtë konkurs. Kjo është që mund me thënë tash. Faleminderit. Kalojmë te pika 5, marrja e vendimit për miratimin e zgjedhjes së prodekanit për çështjen mësimore Fakultetin e Edukimit. Dekan, keni fjalën? Faleminderit. Rektor, Andriani ta bëj vetëm një divim të vogël, ndoshta do doja që kërkesat e disa kolegëve që po bisedohet për kthimin e përgjigjeve të kolegëve të cilët janë në proces, ose ta thirrim edhe një takim të Këshillit të dekanëve dhe të arrijnë të marrin përgjigje, nuk do të vjen mirë që disa nga dekanët vetëm dulen dhe po na kemi marrë maila të ndryshme për këtë problem, po ju los që ta thirrim një takim, sa më shpejt, që kolegët mos të gjinën në presionin e këshillave të njësive të akademike të tyre, që ta marrin një përgjigje adekuate dhe mos të thuhet që po preket pak në aspektin ligjor të kalojnë afati që mund me pas të drejtën ankimimit dhe gjërat e tilla. Prandaj, nëse po thirrem gjithkohë në respektimin e statutit dhe po bëjmë shumë përpjekje për të respektuar dhe po merrni përkrajen e vazhdueshme në këtë drejtim, ju lutem mendoni si menaxhment, na sillni një takim të ulët të diskutojmë, pastaj anën legale, ligjore, ata do të marrin vendimin e përfundimtar. Se kthena te fakulteti ynë, profesoresha ne kemi propozuar Vajlinda Xhelën për ka qenë ushtruese e detyrës dhe tani ka skaduar afat koha si ushtruese e detyrës dhe propozojmë që ajo të jetë prodekane për çështje mësimore. Faleminderit. Të shkruan dikush fjalën? Që ja tërkush është që profesoresha Vajlinda Xhelë të zgjedhet prodekane për çështje mësimore në Fakultetin e Edukimit. A ka kundra shpënim? Një zëri, kështu dhe përfundojmë, faleminderit shumë për kontributin e juaj, si një gjë tjera. Ona